Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. 3 lug vaj ulliri esëll në mëngjes shëron me njerë këto 8 probleme. Përfitime shëndetësore nga konsumi vaj të ullirit janë fantastike për të gjithë organizmin, jo më kot cilësohet si një ilaç i jetë gjatësisë. Në këtë video do të mësoni sipas Bright Side recetën mirëbërëse për të gjithë organizmin dhe efektive për disa probleme të shëndetit në veçanti. Kjo recetë natyrale ka të bëjë me konsumin e 3 lugë gjedhe vaj ulliri në ditë dhe ndihmon jo vetëm për të patur një organizëm më të fortë, por edhe në parandalimin dhe trajtimin e disa problemeve shëndetësore. Sipas Bright Side do të sjellim përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi vaj të ullirit. Redukton tensionin e lartë. Falë përmbajtjes së lartë të polifenoleve dhe acidit oleik, vaj ulliri ndikon pozitivisht në reduktimin e tensionit të lartë. Ndaj dhe konsumi 3 lugë vaj ulliri në ditë ndihmon në parandalimin e hipertensionit. Ndihmon sistemin e tretjes. Vaj ullirit mbron shëndetin e stomakut duke reduktuar aciditetin dhe duke ndihmuar aparatin tretës në mirë funksionin e saj. Përthithja e kalciumit dhe magnezit do të jetë më e mirë me përdorimin e vajit të ullirit. Kalciumi dhe magnezi janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm për shëndetin e organizmit. Sipas të dhënave, vaji i ullirit është ndoshta një nga produktet fantastike që ndihmon trupin të përthithë më mirë kalcium dhe magnez që marrin përmes ushqimit. Problemet me zemrën dhe kolesterolin në gjak do të reduktohen ndjeshëm. Konsumi 3 lugë gjedhe vaj ulliri në ditë ndihmon të keni një zemër të shëndetshme dhe të fortë dhe të kryejë normalisht funksionet e saj. Vaji i ullirit konsiderohet si një produkt i mirë në parandalimin e problemeve me zemrën. Vaji i ullirit ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa përmirëson nivelin e pH-it në trup. Ai parandalon plakjen dhe rinon lëkurën. Përdorimet e vajit të ullirit në industrinë e kozmetikës janë gjithashtu të rëndësishme. Si një antioksidant i fortë, vaji i ullirit ndihmon në parandalimin e plakjes, trajtimin e rrullave dhe si dhe mbajtjen e një lëkure të freskët dhe elastike. Vaji i ullirit duhet të jetë pjesë integrale e dietave tuaja shëndetësore, duke ditur rëndësinë e tij, ai është efektiv edhe në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës suaj. Vaji i ullirit është një përbërës themelor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen, entjen dhe ngadalëson shfaqjen e rrullave. Maskat e aplikuara me përdorimin e vajit të ullirit në lëkurën tuaj do të jenë aleati juaj më i çmuar në këtë aspekt. Përdorimet të ndryshme të vajit të ullirit në bukuri janë të larmishme, duke aplikuar vazhdimisht në shëndetin e lëkurës, do të sjellin kështu rezultate të kënaqshme. Vaji i ullirit është një element shumë i mirë edhe për ata persona që duan të humbasin peshën e tepërt trupore. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur me vajin e ullirit, ka edhe shumë efekte pozitive për shëndetin e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i humbi edhe peshën e tepërt të trupit. Sipas Bright Side, ai është një zgjidhje shumë efikase në dobi të shëndetit tuaj, duke ndihmuar kështu edhe në humbjen e kalorive të tepërta. Vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë edhe sëmundjen siç është ajo e Alzheimerit, sëmundja më e zakonshme mendore në botë. Njerëzit, të cilët pinë rregullisht vajin e ullirit, kanë një memorie më të mirë, më të fortë dhe gjithashtu, ato kanë një dietë me pak yndyrë. Vaji i ullirit do të përmirësojë ndjeshëm edhe shëndetin tuaj të kockave dhe do të sjellë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt, duke ndikuar kështu në përmirësimin e shëndetit të nyjeve. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet edhe me vajin e peshkut, një burim kryesor i acideve yndyrore omega 3. Përbërësit që gjenden të vaji i ullirit përmirësojnë ndjeshëm shëndetin e kyçeve dhe të nyjeve dhe lehtësojnë gjithashtu edhe ngurtësimet tuaja të mëngjesit. Pasurimi i dietës suaj me këtë produkt është çelësi më i mirë, i cili do të ofrojë një mbrojtje më efikase për shëndetin e nyjeve dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Vaji i ullirit zvogëlon inflamacionin.
Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe me ushqime të pasur me omega-3 zvogëlon inflamacionet trupore. Nga ana tjetër mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës, të shkaktuara kryesisht nga inflamacione të ndryshme në trupin tuaj. Prandaj, vaji i ullirit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në këtë aspekt, duke sjellë edhe rezultate më të mira. Vaji i ullirit do të përmirësojë ndjeshëm shëndetin e zorrëve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë probleme të ulçrave. Vaji i ullirit është provuar se lufton baktere të dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të ndihmojë në një shëndet më të mirë të tretjes dhe parandalimin e problemeve të zorrës suaj. Pasurimi i dietës suaj me këtë përbërës do ju ndihmojë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj kundër luhatjeve të sheqerit në gjakk. Vaji i ullirit është një element shumë i mirë në uljen e glukozës së tepërt në gjakk, duke sjellë rezultate më të mira në këtë aspekt dhe duke ndryshuar pozitivisht shëndetin tuaj. Një lugë vaj ulliri çdo mëngjes zgjon shëndetin e organizmit, i dhuron trupit tuaj shumë energji dhe forcon imunitetin dhe mirëqenien tuaj. Është padyshim një nga dhuratat mrekullibërëse më të mira të natyrës, duke ofruar trupit shumë vlera të rëndësishme edhe në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Ai mund të shihet gjithashtu pa diskutim një recetë e mirë ushqyese. Sipas studimeve të Brightside, konsumi një lugë me vaj ulliri në mëngjes mund t'i ofrojë trupit të gjithë elementet ushqyes për një ditë të plot aktivitet dhe mbi të gjitha, në ndryshime të forta ushqyese që mund të lindin në organizmin tuaj. Vaji i ullirit përmban element fenolik si trisoli dhe hidrotrisoli. Këto janë shumë të rëndësishëm në aktivitetet tuaja dhe në parandalimin e shqetësimeve tuaja imunitare. Studimet kanë zbuluar se vaji i ullirit mund të mbrojë trupin kundër zhvillimit të qelizave të dëmshme dhe të japë gjithashtu rezultate të kënaqshme në këtë aspekt, duke sjellë përfitime më të mira të shëndetit tuaj. Studiuesit kanë zbuluar se vaji i ullirit mbron trupin ndaj zhvillimit të qelizave të dëmshme. Ata kanë arritur në përfundimin se ul aktivitetin e P21-ras, një onkogjen që parandalon kështu dëmtimin tuaj të ADN-s. Studimet kanë treguar se, ndryshe nga vaji i ermisrit i cili rrit agresivitetin e problemeve, vaji i ullirit është një produkt ideal në këtë aspekt, duke ndikuar pozitivisht në shëndetin tuaj dhe duke parandaluar kështu edhe komplikacionet e tyre. Vaji i ullirit do të ofrojë një organizëm të fuqishëm dhe plot me energji. Të mirat e vajit të ullirit në aparatin tretës janë zbuluar fillimisht pas studimeve që janë bërë në lidhje me ushqyerjen dhe radikalet e lira në organizëm. Vaji i ullirit është çelësi i një organizmi të fortë dhe mund të ofrojë gjithashtu parandalimin e një sër komplikacionesh. Kjo më së shumti atribuohet edhe polifenoleve, të cilat janë të rëndësishme në këtë aspekt edhe në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Vaji i ullirit është i pasur me acid oleik dhe kristol, të cilët ndihmojnë në shmangjen e problematikave të pankreatitit akut, që është inflamacion i menjëhershëm i pankreasit. Ndaj, edhe nisja e ditës suaj me vajin e ullirit në mëngjes do të ofrojë veprime ideale për të fuqizuar organizmin dhe për të parandaluar kështu komplikacionet e tij. Është e rëndësishme që të pasuroni dietën tuaj me vajin e ullirit, dhe nisja e vazhdueshme e mëngjesit me një lugë vaj ulliri në ditë është një mundësi shumë e mirë për tretjen tuaj, e cila mund të jetë më e vështirë edhe për shkak të dietës suaj ose për aktivitetet të munguara që keni. Është e rëndësishme të pini të paktën një lugë vaj ulliri në ditë për të marrë këto përfitime. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.